Një incident i randh ka tronditur shtëpinë e Big Brother, duke çuar në një vendim drastik dhe të papritur nga produksioni. Përplasja mes Gertës dhe Juelës nisi si një diskutim i zakonshëm, por shumë shpejt situata doli jashtë kontrollit. Në kulmin e gjaknxehtësisë, Gerta kaloi çdo kufi duke përdorur një ofendim tejet të rënd ndaj Juelës. Fjalët e saj lanë të shtangur të pranishmit dhe shkaktuan reagime të menjëhershme brenda dhe jashtë shtëpisë. Produksioni ndërhyri menjëherë. Pas analizimit të gjuhës së përdorur, vëllai i madh mori një vendim të prerë. Vendimi ishte i qartë, Gerta duhej të linte menjëherë shtëpinë. Gjuha degraduese nuk tolerohet në këtë format. Ngjarja u përhap me shpejtësi në rrjetet sociale, ku shumica e publikut mbështeti vendimin për të ruajtur standardet. Ky incident mbetet një kujtesë se respekti mes konkurrentëve duhet të jetë gjithmonë kufiri që nuk duhet kaluar. Aventura e Gertës u mbyll këtu, ndërsa banorët e tjerë vazhdojnë lojën, tani më të vetëdijshëm për pasojat.